Si ta dua Jezusin sot më shumë se sa dje. Ose do të ecni prapa ose do të ecni përpara, nuk mund të qëndroni në vend dhe prandaj do të mësojmë se si të bijem në dashuri me Jezusin dhe jo vetëm të qëndrojmë të dashuruar me Jezusin, por edhe të rritemi në dashurinë për Jezusin. Ta duash dhe të rritesh në dashurinë për Jezusin fillon me një dëshirë të zjarrt për ta njohur dhe për ta dashur atë më shumë se çdo gjë tjetër në jetë. Po ju them një fakt. Kujtesa jonë është një nga dhuratat më fantastike që Perëndia na ka dhënë ne si njerëz në krijimin e Tij. Ne jemi krijuar me një aftësi të jashtëzakonshme për të magazinuar me miliona copa informacioni. Këto informacione janë në një rend të përsosur dhe janë gjithmonë aty për t'i sjellë në mendje sa herë që kemi nevojë. Në të vërtetë, sa më shumë që njerëzit mësojnë për trurin njerëzor, aq më shumë zbulojnë ose kuptojnë që Perëndia na ka krijuar me aftësinë që të magazinojmë në kapacitetin e kujtesës tonë gjëra që do të mbushnin me miliona kopje librash. Një lloj kapaciteti që do ta bënte memorien e një kompjuteri të dukej e papërfillshme. Por gjithsesi, na thuhet që edhe më i miri prej nesh përdor përqindjen më të vogël të kapacitetit të trurit dhe të kujtesës sonë. Por truri njerëzor është i aftë edhe që të harrojë qëllimisht. Tani ka disa njerëz që janë bekuar nga Perëndia me aftësinë për të harruar, sidomos për vojat e pakëndshme. Unë njoh disa prej tyre. Të tjerët kanë aftësinë që të mos harrojnë kurrë asgjë. Ky s'është fare bekim. Sidomos për përvojat e pakëndshme. Dhe unë njoh edhe njerëz të tillë. E po, tani, nëse nuk jeni duke vuajtur nga ndonjë sëmundje dhe këtë e marr shumë seriozisht. Unë kam jetuar dhe jetoj me njerëz e di që sëmundja mund të ndikojë në kapacitetin e kujtesës, e di këtë. Dhe dua t'ju them që kjo është shumë serioze. Në fakt ndonjëherë edhe një stres i madh mund të ndikojë në kujtesën tonë. Por përveç kësaj, dhe për këtë po flas përgjithsisht, po flas në përgjithësi, ne e kujtojmë atë që është e rëndësishme për ne, të gjithë ne. Për fat të keq, shumë njerëz harrojnë gjën më të rëndësishme nga të gjitha, që është Perëndia dhe ndërhyrjet e Tij të shkuara në jetën tonë. Ata e harrojnë këtë, gjën më të rëndësishme, dhe pikërisht kjo është arsyeja sepse një nga fjalët më të përdorura në shkrim, si në Dhjatën e Vjetër apo Dhjatën e Re, është fjala kujto. Arsyeja sepse Perëndia na ka begatuar në të shkuarën është se ne e kemi çuar ungjillin deri në fund të botës. Por tani fokusi ynë ka ndryshuar, jemi përqendruar te vetja. Çfarë ke bërë për ne kohët e fundit? Dhe kur ne vazhdojmë ta përjashtojmë Perëndinë dhe ungjillin e birit të Tij Jezus, barbarët janë gati të na zëvendësojnë. Por të paktën, tani për tani, Perëndia po thot, kujtoni. Por do të vi koha kur Perëndia do të thot mjaft me kaq. Trishtohem për këtë. Ndërsa ne në perëndim vazhdojmë të devijojmë nga Perëndia, ndërsa vazhdojmë ta përjashtojmë Perëndinë, ndërsa vazhdojmë ta shtyjmë Perëndinë drejt cepit të kulturës tonë, ndërsa ndjekim kënaqësitë tona mbi gjithçka tjetër, padyshim mbi fjalën e Perëndisë, barbarët që tashmë janë këtu, do të marrin kontrollin. Vetë arsyeja sepse Perëndia i vendosi festat dhe festivalet e Pashkës dhe të së Shtunës e gjithë të tjerat ishte që njerëzit të kujtonin gjithmonë veprat e hirshme të Perëndisë në të shkuarën në jetën e tyre dhe të paraardhësve të tyre. Përmjerisht, këto festivale u shndërruan vetëm për ta, i kthyen nga vetja e tyre, kremtime boshe që e kishin humbur kuptimin. Dhe për arsyeën që Zoti Jezus Krisht nuk donte që besimtarët e Tij në kishën e Dhjatës së Re
të binin në të njëjtin kurth si Izraeli. Ai themeloi darkën e Zotit si një kujtesë të përhershme të çmimit kolosal që do t'i kushtonte atij duke shkuar në kryq për të vdekur për ty dhe për ty dhe për ty dhe për ty dhe për mua. Pyetje. Pse Perëndis ju desh t'i kujtonte ata dhe ne gjithkohës, përgjigje, sepse duke u sjell atyre në kujtesë hirin shpengues të Perëndis, kjo prodhon shpresë për të ardhmen. Sepse kujtimi i ndërhyrjeve të shkuara thellon dashurinë tonë për Zotin. Sepse kujtimi i bekimeve të shkuara na shëron ne nga sëmundja e mosrritjes në dashuri për Jezusin. Tani dua t'ju tregoj nga fjala e Perëndis, Psalmi 42. Psalmi 42 është një nga shembujt e mëdhenj që na tregon se kur ne nuk e kujtojmë hirin dhe mëshirën e Perëndis në të shkuarën, kjo mund të na çojë në dekurajim ose madje po guxoj të them edhe që mund t'ju çojë në depresion. Psalmi 42 është një mjet fantastik për të na ndihmuar të rritemi më shumë në dashurinë tonë për Zotin me kujtesën tonë. Psalmi 42 është një shembull i shkëlqyer se si kur e duam Perëndin me kujtesën tonë, kjo na frymëzon dhe na nxjerr nga frika e na çon në besim. Le të shohim në veçanti këto 3 vargje te të cilat dua që të përqendrohemi sot, 4, 5 dhe 6. Vargu 4. Duke kujtuar këto gjëra. Këto gjëra çfarë? Duke kujtuar. Nënvizojeni duke kujtuar në Biblën tuaj. Nënvizojeni dhe vendosini një yll. Shënojeni që çdo herë t'i ktheheni këtij vargu, ky tok fjalësh t'ju duket sikur po ju bërtet. Duke kujtuar këto gjëra. Brenda vetes time jap shfrim të lirë shpirtit tim. Çfarë po ju kujton psalmisti këtu? Ai na e tregon këtë, sepse kisha zakon të shkoja me turmën duke e udhëhequr në shtëpinë e Perëndis, në mes të këngëve, të gëzimit dhe të lëvdimit të një turme në fest. Dhe pastaj ai vazhdon nga kujtimi i atyre gjërave të lavdishme, ngjarjeve të lavdishme dhe ndërhyrjeve dhe përvojave të mrekullueshme me Perëndin, ai nga kujtimi i tyre, nga rëndësia e kujtesës, fillon t'i flas vetes. A keni folur ndonjëherë me veten? Mos gënjeni veten, të gjithë e bëjmë këtë. Në fakt, ne flasim me veten shumë më shpejt nga sa flasim apo edhe lexojmë. Të gjithë flasim me veten. Duhet të jeni jashtëzakonisht të kujdesshëm se çfarë i thoni vetes. Se çfarë i thoni vetes tuaj, nëse e kritikoni veten gjithë kohën, kryesisht po përqendroheni te krenaria juaj dhe jo te mëshira e Perëndis. Pra, ai fillon t'i flas vetes, vete, dhe pikërisht këtë po bën, ai thot, vete, pse je ligështuar, shpirti im? Dhe pse po vajton brenda trupit tim? Shpreso të Perëndia, sepse unë do ta përlëvdoj ende atë shpëtimtarin tim dhe Perëndin tim. Po ju bëj një përkthim të Jusefit për vargun 6. Shpirti im është i dekurajuar brenda meje. Këtë po na thot, shpirti im brenda është dekurajuar. Shpirti im brenda meje është në depresion. Dhe prandaj çfarë bëni? Kujtoni, nënvizojeni sërish këtë në vargun 6 në Biblën tuaj, unë kujtoj. Ai po thot, unë të kujtoj ty. Më kujtohesh ti nga vendi i Jordanit dhe nga majat e Hermonit, nga mali i Mitsarit. Çfarë do të thot me këtë? Ju lutem më dëgjoni pak. Vetëm kujtimi i besnikërisë së shkuar të Perëndis mund të na jap shpresë për të ardhmen. Vetëm kujtimi i ndërhyrjeve të shkuara të Perëndis në jetën time dhe në jetën tuaj do të na çojë drejt ripërtëritjes së pasionit ton për Jezusin, të dashurisë për Jezusin, dhe që ne mund të rritemi në dashuri për Jezusin vetëm duke kujtuar bekimet e shkuara të Perëndis, mund të na shtyjë përpara dhe të ripërtërit dashurin ton për të.
dy gjërat e të cilat dua që të përqendrohemi. Shumë shpejt. Gjëja e parë që ai po thot është se kur jeni të rrëzuar dhe të dekurajuar, kur keni kapur fundin, ka ndodhur sepse keni harruar. Gjëja e dytë që ai po na tregon është se kur ju po përjetoni çlirim dhe jeni lart, ka ndodhur sepse ju keni kujtuar. Shumë e thjeshtë apo jo? Shumë e thjeshtë. Le t'i themi bashkë. E shihni? Shumë e thjeshtë. Së pari, kur jeni të rrëzuar, të mundur dhe të dekurajuar, ka ndodhur sepse keni harruar. Nuk ka fare rëndësi nëse harresa juaj ka qenë e qëllimshme apo jo. Nuk ka fare rëndësi nëse harresa juaj ka qenë e planifikuar apo jo. Nuk ka fare rëndësi. Ajo që ka vërtet rëndësi është që ju të gjurmoni sërish hapat tuaj, edhe të zbuloni se ku keni hasur në këtë harres që përjetuat. Kthehuni pas në magazinën e kujtesës dhe kujtoni se çfarë ju a ka shkaktuar problemet. Kur e bëni këtë, ju do të përplaseni me faktin që i keni harruar ndërhyrjet e Perëndisë në të shkuarën tuaj. Do të përplaseni me këtë. Ju kujtohet arsyeja sepse e nisa gjithë këtë seri prej 6 mesazhesh? Ishte letra e Jezusit në librin e zbulesës, drejtuar kishave dhe më në veçanti kishës që ishte në Efes, në qytetin e Efesit. Një kishë që ishte plot energji, një kishë që ishte e gjallë, një kishë që ishte aktive, një kishë që ishte e përfshirë. Por sërish, Zoti Jezus u thot, por kam diçka kundër teje, sepse dashurinë tënde të parën e le. Gjithashtu kujtoni, pak kur studiuam letrën drejtuar kishës së Efesianëve te Zbulesa 2:5, kur ai u thot atyre, por kam diçka kundër teje sepse dashurinë tënde të parën e le, por ai gjithashtu u jep edhe një kur. Ai u jep atyre një kur. Ai u thot, kujtohu pra se nga ke rënë. Kujtohu pra se nga ke rënë. E shihni, këtu na thot sërish kujtohu. Dhe ky është fillimi i kurës, të kujtosh, të rigjurmosh hapat që ke hedhur. Ky është fillimi i shërimit. Ky është fillimi i dashurisë së ri për të rritur për Zotin. Ky është fillimi i një bekimi të ri dhe më të madh në jetën tuaj që se keni përjetuar kurrë më parë. Rigjurmoni hapat tuaj. Rigjurmoni hapat që keni hedhur. Zbuloni si keni arritur aty. Lejoni kujtesën të bëj punën e saj. Kthehuni aty ku filluan problemet tuaja. Me qira fjala, tregohuni të sinqert me veten. Mos ilustroni shkaqet sepse dashuria juaj për Zotin është ftohur. Hetoni në magazinën e kujtesës suaj. Bëjni një kontroll kujtesës suaj. Më dëgjoni me kujdes sepse kjo është shumë e rëndësishme. Mëkati është një mashtrues i madh. Unë mund t'ju them se të gjithë ne që e kemi përjetuar dhe kemi rënë në mëkat e kuptojmë se sa mashtrues është mëkati, është shumë mashtrues, por në veçanti në periudha kur jemi të dobët shpirtërisht, jemi më se të lumtur që të pajtohemi me këtë mashtrim. Preferojmë më mirë që ta bindim veten se jemi shumë mirë. Mendojmë se nuk është faji ynë, por është faji i dikujt tjetër. Pse po e them këtë? Sepse ne ngurojmë që të përballemi me faktin që dashuria jon për Jezusin është ftohur, që dashuria jon për Jezusin ka ngrirë, që dashuria jon për Jezusin ka humbur në për rrëmujën e jetës, madje shpeshherë edhe në begatin që na ka dhënë ai ne. Shpeshherë ne ngurojmë që ta pranojmë, se është më e lehtë që ta shijojmë jetën se sa të përballemi me dështimet tona shpirtërore. E di këtë, edhe unë jam prej mishi dhe gjaku. Por, derisa të përballemi me realitetin, se ne nuk e duam Jezusin me gjithë mendjen ton, me gjithë zemrën ton, me gjithë shpirtin ton, nuk mund të shkojmë më thellë me të dhe ta duam atë më shumë çdo ditë. Kam bërë një rreth të plot gjatë kësaj serie. Prandaj gjëja e dytë që na thot psalmisti te Psalmi 42
është se shpresa jone vetme për të ripërtërir dashurin ton për Zotin, shpresa e vetme për të thelluar në dashurin ton për Jezusin, shpresa jon e vetme për të ecur përpara nga një vend i lavdishëm në tjetrin, në ecjen ton të krishterë, është të kthehemi te kujtesa jon. Të kthehemi te kujtesa jon. Tani Biblia kur nuk na tregon një mëkat në jetën tonë, pa na treguar edhe rrugën për faljen e atij mëkati. Pse? Sepse kujtimet tona të shkuara janë të lidhura me shpresën për të ardhmen, sepse kujtimet tona të shkuara janë të lidhura me pritshmëritë për të ardhmen, sepse kujtimet tona të shkuara janë të lidhura me vizionin ton për të ardhmen. Prandaj, nuk duhet vetëm që të kthejmë kokën pas dhe të kujtojmë çfarë gjërash të mrekullueshme ka bërë Perëndia në të shkuarën. Nuk duhet vetëm të kthejmë kokën pas dhe të kujtojmë gjërat e mrekullueshme që Perëndia ka sjellë në jetën tonë në të shkuarën, por gjithashtu edhe të kujtojmë se ne mund të marrim ripërtëritje. Mund të marrim ripërtëritje për sot, rifreskim për sot, rizgjim për sot. Mund t'ju dëshmoj për këtë. Mund t'ju dëshmoj për këtë. E bëj këtë rregullisht gjatë kohës time në lutje. Filloj t'i kujtoj vetes se edhe po të isha i vetmi njeri mbi sipërfaqen e tokës, Jezusi do të kishte vdekur për mua. Ja kujtoj këtë vetes dhe mendoj se si pastori i kishës së prindërve të mi. Përmes një vegimi, erdhi dhe më shpëtoi jetën sepse do të më vrisnin që në barkun e nënës. Filloj të mendoj për çastin kur ja dorëzova jetën time Krishtit dhe ndjeva që gjithë barra e mëkatit dhe e fajit që kisha mbajtur u zhduk. Më kujtohet si dje ajo natë edhe pse ka ndodhur 55 vjet më parë. E mbaj mend gëzimin e shpëtimit tim. Isha i lumtur edhe nëse vdisja atë natë. Më kujtohet viti 1968, kur u çlirova nga mashtrimi i Satanit dhe më vjen ndërmend koha kur i thirra Perëndis për mëshirë. Askush nuk mund të më ndihmonte përveç atij dhe unë mora mëshirë. Pastaj më vjen ndërmend 2 herë kur kam parë vdekjen në sy dhe vetëm një fije më ndante nga vdekja, por ai më shpëtoi. Pastaj mendoj për kohën kur u sëmura nga tifoja, kur isha 16 vjeç dhe u sëmura me hepatit në moshën 17 vjeçare. Dhe të dyja herët, edhe pse një vit të ndarë nga njëra tjetra, i njëjti doktor tha, ai është i fortë, por nuk ka për t'ja dalë. E mbaj mend këtë. Dhe ja ku jam. Ja ku jam. Pastaj mendoj për rastin kur vajza jon e madhe në moshën 15 vjeçare po luhatej mes jetës dhe vdekjes në reanimacionin e spitalit Scottish Rite. Por Perëndia ndërhyri dhe e shpëtoi. Më vjen ndërmend çastet kur kam qëndruar i vetëm, krejt i vetëm, dhe jam i bindur, isha i bindur në atë kohë se nëse do të vdisja, askush nuk do ta merrte vesh këtë për ditë me radhë. Por ai qëndroi për krah meje. Më kujtohen në rastet kur kam ndërmjetësuar për shumë njerëz të tjerë dhe Perëndia ju përgjigj atyre lutjeve. Pastaj më kujtohen në rastet kur unë nuk dija nga cila anë të shkoja dhe ai e ndriçoi dritën e tij dhe më tregoi rrugën. Në mënyrë të vazhdueshme e tregoi dashurinë për Jezusin duke kujtuar. Sa herë që unë kujtoj gjithçka që Perëndia ka bërë në të shkuarën, duaj që të dalë dhe të pushtoj botën. Dhe prandaj psalmisti po thot, po ju bëj sërish një interpretim timin. Ai po i thot vetes shpirtit të tij, shpirti im, ti nuk ke të drejtë që të dekurajohesh. Ti nuk ke të drejtë që të biesh në një balë të tillë. Kujto se çfarë ka bërë Perëndia. Kujto. Le ta themi bashkë 3 herë këtë. Kujto. Kur ju rriteni në dashuri për Jezusin, përmes kujtimeve tuaja, do të keni një shpresë të ripërtërir. Ju keni një shpresë
të ri për të rirë, për të ardhmen dhe forcë për të tashmen. Prandaj më lejoni t'ju bëj një pyetje. A ndiheni të dekurajuar sot? A ndiheni të dekurajuar sot? A ndiheni të friksuar sot? A ndiheni aq të mbytur nga dhimbja që po përjetoni sa nuk arrini dot të shihni drejt? A jeni të shqetësuar për të ardhmen tuaj? E vetmja gjë që do t'ju them është të kujtoni, të kujtoni, të kujtoni, le ta themi sërish. Kujtoni që ta përlëvdoni për çlirimin në të shkuarën. Kujtoni që ta përlëvdoni për ndërhyrjet në të shkuarën. Kujtoni që ta përlëvdoni për mëshirën në të shkuarën. Dhe thuajeni vetes, vete, Perëndia im që më ka çliruar më përpara, do të më çlirojë sërish. Perëndia im që më ka qëndruar pranë përpara, ai është me mua edhe tani. Ai nuk më lë dhe nuk më bërktis kurrë. Prandaj miq të dashur, në fund të kësaj serie dua t'ju them këtë. Duajeni me gjithë mendjen tuaj. Duajeni atë me gjithë zemrën tuaj. Plotësinë e qenies tuaj. Duajeni me gjithë shpirtin dhe imagjinatën tuaj. Duajeni atë me kujtesën tuaj.